Vetëvendosja e kërkoi datën 28 dhjetor si datë kur do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe presidenti i Kosovës vendosi që njëjtë, pra që kjo të jetë data e mbajtjes së zgjedhjeve. Ashtu si kërkoi vetëvendosja, ashtu vendosi presidentja. Kosova pra po hyn me aktiviti në zgjedhjet, ta themi kështu në 4 runde gati realisht zgjedhjet po bëhen, po në 3 parë zgjedhje. Kjo është hera e dytë që po bëjmë zgjedhje nacionale. Deputet nga zgjedhjet e shkurtit të këtij viti nuk i kanë mbas një muaj gati në kuvend. Edhe kuvendi asnjë muaj nuk i ka bë me punë, kështu ta themi, se zotit janë certifikuar dhe deputet janë certifikuar më herët, dhe Kosova po shkon prapë në zgjedhje. Në një kohë dhe një datë shumë të çuditshme, diku 3 net para natës së ndërrimit të moteve, në një kohë kur zakonisht shumica e njerëzve ose kanë filluar festës ose janë bën gati për natyrën dhe shpirti festiv ka filluar të manifestohet, na shkojmë zgjedhje. Komisioni Qendror Zgjedhor me gjas do të bëjë numërim votave edhe natën e ndërrimit të moteve dhe diçka, po kjo është një përvojë ndoshta e re e demokracisë Kosovës, sado e çuditshme dhe e pazakonte për shumë kënd e dëmshme për shtetin. Posaçërisht për gjenerata të cilat kanë punuar vite, ndoshta edhe dekada, për me mrirë një moment kur do të kemi shtet, do të kemi institucionet tona, dhe tash habiten se si është e mundshme që të kemi shtet, po të kemi zgjedhje, po të mos kemi ndërtim të institucionit. Për këtë tema kam kënaqësinë që bikun për herë të parë pas një viti ta kem në bashkëbisedim deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashin. Arben është anëtar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në mandatin e kaluar ka qenë shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Beni, kënaqësi që të kam në bisedë. Faleminderit për ftesën. Beni, se ke po datën 28 nëntor. 28 dhjetori është... Dhjetori, më falë, se nëntori është datë historike. Po, festa historike shqiptare. 28 dhjetori si datë teknikisht është problematike, sepse njerëzit janë në një moment të planifikimeve familjare, të udhëtimeve, të festave. Por si duket, presidentja në koordinim edhe me vetëvendosjen kanë pasim ata shyeshme dhe le të shkojmë, s'kem çka bëjmë tjetër. Mendoj se është një mundësi e re që qytetarët e Kosovës të zgjedhin dhe të përzgjedhin të zgjedhurit e tyre dhe të japin mundësi njerëzve që ata vlerësojnë më së miri që e përfaqësojnë që të punojnë në emrin tyre. E kam përshtypjen se ka menduar s'ka kush, të gjithë kanë menduar vetëm datën kur mbahen zgjedhjet. Njëra po 21, tjetra po 28. Presidenti thashë ka gjasa me pas më shumë, mundu me pas më shumë vëzhgues me 28 se me 21. Nuk më duket logjikshme shumë, po si e pati këtë deklarat? Praktika e vendeve perëndimore, ju dini që vendet perëndimore për mbi 90% janë musliman. Katolik, më falë. Dhe si katolik, ata kanë festën e Krishtlindjeve dhe i lidhin komplet deri mas vitit ri. Pra bojnë festa familjare, udhëtime familjare dhe aeroportet e portet e hotelet janë pothuajse të pamundura me rezervu. Për shembull, unë besoj që ju keni qenë në New York. Në New York për vitri është, miliona vizitorë, miliona turistë për krejt botës, dhe krejt në botë ndodhë kështu. Dhe kjo është problematike, unë mendoj se është problematike, gjithsesi tashmë kjo është fakti krym. Ju e dini që për praktikës së zgjedhjeve të kaluara nacionale, sepse për herë të parë në zgjedhjet nacionale dhe në këto zgjedhje lokale e kemi numërimin e votave për kandidat, qofshin ata kandidat për deputet apo kandidat për kuvende të komunës në qendra komunale të numërimit. Dhe numërimi i votave për kandidat në zgjedhjet e shkurtit të këtij viti, me sa kuptoj, mbaj mendun, nëse nuk gaboj ka zgjat diku rreth 2 javë. Mas pak. Pra, prej 28-it, ata duhet jenë 2 javë, po thuaj 24 orë duke numëruar vota. Dhe kjo teknikisht do është e pamundun. Është ftoft, janë sallat mbaja, është problem me ngroha ato salla, sepse ju dini viti i ri, dhjetori, fundi dhjetorit është, fillimi janarit është periudha më e ftoftë e vitit në Kosovë. Nuk e di ai kanë menduar mirë. Zgjedhja ndihmë, dhe shkurti është ftoft. Po, ka qenë procedurë tjetër e numërimit. Shkurti është pak më fillon ngrohet. Gjithsesi, këto 2-3 probleme po shohin si probleme teknike,
Ajo arshvetimi politik që është marrë për dhjetorin, ka të bëjë me targetin politik të partive politike. Si duket vetëvendosja ka target caktuar politik që 28 dhjetori mund të japë një avantazh politik, por mendoj se të gjithë qytetarët e Kosovës do ta marrin parasysh edhe këtë element dhe do të votojnë mbi bazën e bindjeve të tyre, mbi bazën e vullnetit të tyre dhe do të zgjedhin dhe përzgjedhin partim dhe kandidatët që ata i vlerësojnë më shumë. Edhe unë kësaj radhe mendoj se duhet të jemi shumë të kujdesshëm përballë qytetarëve, premtimet që japim, gjuhën që e përdorim, diskursin që ndërtojmë dhe sjelljen ndërpartijake që ndërtojmë, sepse cikli politik që po ndërtohet nëpërmjet procesit zgjedhor pastaj po shkakton pasoja ciklike për vite me radhë nuk po mundemi me dalë prej atij diskursi që po krijohet. Pra, gjuha e radikalizuar, pozicionet politike të radikalizuar, vendosja vijave të kuqe, dallimi në të mirë dhe të këqij, dallimi në armiq dhe patriot, e ka bërë këtë situatë ku ne kemi ardhur në pikën ku e kemi të pamundur bashkëpunimin. Pra, bashkëpunimi është bëj pamundur nëpërmjet këtij diferencimit radikal në të mirë të keqe, patriot dhe tradhtar dhe të korruptum dhe të pakorruptum, generalizime politike të pabazuara. Pa mendon që ky proces zgjedhor ka me hiq këtë gjuhë? Duhet me fillu me një gjuhë tjetër. Nëse kanë pjekuri politike, barcit e listave, barcit për kandidatët për kryeministër, duhet të shohin se çka ka ndodhur dhe ta ndryshojnë diskursin. Nuk mundemi me shku me të njëjtën gjuhë, me të njëjtën sjellje, me të njëjtin komunikim publik, me të njëjtin komunikim ndërpartijak dhe me pretendu që kemi marrë rezultat tjetër mas zgjedhjeve. Sepse prapë ne do të ulemi mas zgjedhjeve. Ne duhet sistemi politik na e pamundson. Nuk kemi ulur pas zgjedhjeve ben. Po dhe? Po tash do të ulemi. Duhet të ulemi, prapë do të detyrohemi me ul, ose do të detyrohemi me mos me fol mes vetë edhe një vit. Kosova me vazhdu me konsaksione, me vazhdu me krizë ekonomike, me vazhdu me pas probleme me buxhet, me vazhdu me pas probleme me investime publike, me vazhdu me pas probleme të gjithanshme dhe gjithfarshme, dhe ne me vazhdu me majt pozicione luftarake. Dhe në fund, kur e këshyr në esencë për shkak të pozicione luftarake. Nuk ka qytetarët e Kosovës, jemi bindur se nuk e kanë qartë pse në këtë pozicione kaq ekstreme luftarake mes partive politike. Kur kohë më të vështira, kur situata më të vështira ndër partijake dhe politike, është arrit kompromisi, është arrit zgjidhja, është arrit nëpërmjet pjekurisë politike, është arrit të ofrohet një mundësi tjetër. Ndërsa tash po krijohet kjo gjuhë, po krijohet kjo sjellje e ekstremit dhe kjo po na ngurtëson pozicionet dhe nuk po mundemi me komuniku dhe bashkëpunu. Berin, apo kalim në zgjedhje të reja pa i mshel do zgjedhje të kalume, edhe në aty fol për një distancë 8 muajshe. A ka arrit LDK të arrimer veten me zgjedhjet të kaluara jo? Pjesërisht po, ka pas një rritje prej rreth 5 pikë përqindjes, dhe kjo rritje prej 5 pikë përqindjes në totalin e përqindjes për 100, mendoj se është një rritje substanciale, por jo e mjaftueshme. Pse ku ka gabu LDK që nuk ka qenë rritje e mjaftueshme? Po si duket nuk u kriju sinergjia e brendshme, nuk u kriju besimi qytetar, megjithëse perceptimi ishte që nga tubimet, nga pamja vizuale ishte se do të marrin rezultat shumë të mirë. Në momentin e fundit diçka çaloi, mungoi dhe nuk mrri me maksimalizu. Në momentin e fundit nuk arriti LDK ta çet votuesin e saj në çeltat votimit apo i iku dikun. Nuk e më thon drejtën nuk e analizuar. Nuk e di saktë çka ka ndodhur, sepse ne arritim LDK arriti, ne gjithë bashkë arritëm që t'i nxjerrim në shesh, në salla, në tubime, në votuesit, po kryer puna nuk u përkthy në vot në kuti. Dhe në këtë proces diçka ndodhi. Dhe ajo që ka ndodhi nuk e di çka ka ndodhur, por le të mbetet të shkuarës ajo dhe të kthehemi të koncentrohemi për të ardhmen. Ta ka munguar një sinergji e brendshme, apo marrohet në sinergji e brendshme tash? Po ne kemi tanën në ora 3 mbledhjen e kryesisë partisë dhe aty do të vendoset për kandidatin, do të vendoset për koalicionet e mundshme, do të vendoset për orientimet politike dhe mbi bazën e saj pastaj të shohim se ka të shkojë. Sepse LDK në zgjedhjet e kaluara ka funksionuar si me grupe ka pak. A do të rrim që të bashkohen këto grupe? U kriju perceptimi se u kriju perceptimi ndjeshmëria të njerëzit se diçka nuk
Sepse mendoj që edhe kjo nuk ka është në ndikuar rregull sepse negativisht. ndodhi për herë të parë që kryetari i grupit parlamentar të LDK-s për herë të parë në historinë e LDK-s dhe të partive politike me sa dioni që kryetari i grupit parlamentar të jetë jashtë 10 të parë. Bilen LDK zakonisht ka qenë 5 herë të parë. Partive politike s'kisha me thonë se më duket që ka ndodhur një herë Ardian Xhinit. Ka qenë shefi i grupit parlamentar në zgjedhjet e 2013-s, shefi i shtabit zgjedhor se pa të kalu. Që s'ka kalu është tjetër gjë, si renditje po flas. Si renditje po. Si renditje në listë, në listën si votuese. renditje. Po flas si renditje. Si renditje po. Si renditje, për shembull. Mendova që ke fjalën për rezultatin. Jo, për rezultatin. Se rezultati pastaj është çështje tjetër që cilën mundem edhe me diskutu. Renditja në listë, për shembull, krijoi një Sa numër ke qenë Beni se kom harruar? Unë kam pas numrin 14, ndërsa ish kryeministri Hoti ka pas numrin 13 dhe kjo krijoi një farë çka ndodhi te njerëzit. Ndoshta ka qenë planifikim strategjik brenda partisë që më dhan mundësi dikujt tjetër këtë në rregull, por reflektoi keq. Reflektoi keq në mobilizim, reflektoi keq te njerëzit dhe u kryu një farë perceptimi çka ndodhi dhe pastaj ajo që ndodhi. Dhe keni pas vrejtje, ju vetëm ju, po ju keni pas shumë. Dhe pa të ndonë ato bisedime në grup, dhe votimin e diasporë. Menaxhimi i votës në diasporë. Menaxhimi i votës, po. Dhe transporti, siguria e votës është fakt i njohur publik që ka pas probleme të mëdha. Ju keni pa ato videot, fotot. Kjo është një pjesë, kjo është votimi në ambasadë, ke fjalë. Me thas të i bartë, po ka votim në ambasadë, ka votim me post që dërgohet në ambasadë, ka votim me post që dërgohet në kuti pastare në një vend caktuar, ku e cakton ambasada bashkë me KQZ-n, dhe ka votim me post në Kosovë. Pra kjo u ngatru komplet sistemi dhe si duket dikush edhe ishte i durët. Edhe ndodhi. Si po mëna ishte i durët, ka mujt dikush me prek në përthaste e votave. Si mas pretendime, po mendoj që prokuroria është duke marrë me këtë punë, policia dhe le ta zbardhin ata. Unë mendoj që është e dënueshme, papranueshme që në vitin 2025 të diskutohet dhe të flitet për sigurinë e votës. Vota duhet jetë e shajtë dhe paprekshme. Edhe vetëm një votë nëse prek është e papranueshme. Dhe neve na ndodhi që brenda listës LDK-s të lëvizte shumë vota diasporës, persona që ishin të panjohur, edhe për politikën edhe për njerëzit, edhe vinin me nga 4.000, 5.000, 6.000 vota dhe veç e bëjnë një ndryshim, dhe thonë 10 pozicione në nditje me lëvizje diaspora. 10 pozicione, po. Kështu që është e pa logjikshme sepse në aspektin e perceptimit edhe të votës tradicionale që ka ndodhur në Kosovë, vota e brendshme politike mes kandidatëve ka reflektuar pak a shumë njëjtë. Pak a shumë njëjtë. Njëjtë me jashtë. Në kom prit që disa që janë marrë me diasporën më shumë kanë punu, do të keni Po nuk kanë marrë shumë ata që kanë punu me diasporën. Kom prit që do të keni një avantazh sepse është normale, kanë punu, kanë kriju kontakte, kanë njohur njerëz, po ata morën pak a shumë në normalin e përqindjes votës që morën në Kosovë e morën edhe jashtë. Nashta me një rritje të vogël, po disa tjerë që ishin anonim, dolën edhe pasaj kryu një të llovi, po besoj që është temë mbyllur për ne. Në aspektin politik është temë mbyllur. Në aspektin politik duhet partijak të jetë temë mbyllur dhe në aspektin ligjor institucionet ta bëjnë punën e vet. A ka frikë që mund me ndodh prapë diçka e gjashme? Ka ndru sistemi. Ka ndru sistemi sepse ju e dini herën e kalume ke mujt me printu votën, i ke pas dhonat dhe në ki mosh dhonat, i ke pas një konfirmim dhe ki shtin posta dhe ki qu për Kosovë. Tash duhet me tartë prej Kosovës, flet votimi original, me barkod, me këto, është shumë ma vështirë dikush me manipulu votën. Nuk po them që është e pamundun, po është shumë ma e vështirë dhe po besoj që nuk ka me konë ato nivelet që mundet me rreziku sigurinë e përgjithshme të votës dhe mundësinë e njerëzve që të jenë deputet. Beni, është e preke pak, po jena në kodër zgjedhjeve dhe a është si me thonë reale kjo pritja histerike e lëvizjes së vendosje nga ardha e diasporës si në numër dhe në përqindje të rezultatit saj dhe njëkohësisht a duhet opozita të ketë frikë nga kjo punë? Mos me datën 21 dhjetor e ka shpërfaq frikën. Me propozimin e datës për 21 dhjetor, opozita ka shpërfaq frikën në sytë të diasporës. Dhe si do ta zhduk këtë nëse tash na duhet mi thonë të vërtetat, pa marrë parasysh se mund të jenë favor tonë në një moment caktuar ose jo. Opozita ka pas një hezitim për 28 dhjetorin, për arsye teknike që i përmenda ku organizimit
viti i ri, vëzhguesit ndërkombëtar, organizimit teknik, ndërpreja e procesit numërimit për shkak të vitit të ri dhe vazhdimi pas 2 javëve, kontaminimi i procesit, rrezikut për kontaminim procesit e tjerë, por ndërtu ka qenë edhe hezitimi se ndoshta mos përderisa vetëvendosja po insiston kaq shumë te data 28, a ka ndonjë diçka të arsyeshme ta zgjedhin një datë pak më neutrale, sepse ata që duan me ardhë me 28 mundën me ardhë edhe një 4-5 ditë përpara, 7 ditë përpara dhe me një javë përpara me ardhë me 21. Pra nuk është që ka me pas ndonjë dallim shumë të madh, por është po tentohet krijohet tregimi për vetëvendosjes se këta janë armiqtë të diasporës dhe duke qenë armiqtë të diasporës hajde votojnë ai neve, nuk është e vërtetë. LDK historikisht e ka pas përkryen diasporë, domethënë LDK ka qenë në diasporë. Edhe shteti i Kosovës ka funksionuar për diasporës dhe e organizuar për Lidhjen Demokratike të Kosovës. E vërteta është në kohën e mbas luftës, sidomos mbas shpalljes së pavarësisë, LDK ka reduktuar aktivitetin politik diasporë me idenë se tashmë Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, ne nuk duhet të ngarkojmë diasporën me problemet e përditshme të Kosovës, ata janë pjesë përbërëse dhe rëndësishme shoqënisë dhe familjes kosovare, por të mos i ngarkojmë me vendimet organizimet brendshme partijake atje. Me organizimet brendshme dhe të mos i ndajmë. Se tash shko LDK bën ndarje, shko VV bën ndarje, shko PDK bën ndarje, shko AK bën ndarje, shko Nisma e krejt partitë politike, ai është copëzim i diasporës dhe i potencialit. Po për një digresion të vogël, për shembull, para 5-6 vitesh kam qenë në Washington dhe ku shkova kisha një përshtypje që kur ma shumë përfaqësim nuk kemi pas, edhe kur ma keq punë nuk i kemi pas. Për shembull, ambasadori i Shqipërisë shqiptar, ambasadori i Kosovës në Washington shqiptar, ushtruesi i detyrës ambasadorit të Maqedonisë shqiptar. Në New York, ambasadori i Kosovës, ambasadori i Shqipërisë, ambasadori i Maqedonisë shqiptar, domethënë 6 ambasadorë, veç në Amerikë shqiptar. Kompani lobuse Partia Socialiste e Shqipërisë, kompani lobuse Partia Demokratike e Shqipërisë, kompani lobuse presidenti në atë kohë Hashim Thaçi, kompani lobuse qeveria në atë kohë, kompani lobuse partitë politike të Kosovës, kompani lobuse BDI-a dhe kur më pak përfaqësim. Diaspora e përqame Totalisht. E pa motivume, e pa interesume, ajo diasporë që as ka pas kompani, as ka pas kurrë, ka pas që ato pare që i ka bombe punë të djerës vetën dhe me vullnet të jashtëzakonshëm e ka kthy Senatin dhe Kreshtet e Bashkuara të Amerikës ja ka kthy syt ka Kosova. Me 6 ambasador, me 10-15 kompani lobuse, me qeveri të Shqipërisë, me qeveri të Kosovës, me president Shqipërisë, me president Kosovës, me parlament Shqipërisë, me parlament Kosovës, gjysën e parlamentit Maqedonisë, gjysën e qeverisë të Maqedonisë, shqiptarët përfaqësimin ka. Pra, në këtë këndvështrim e bona këtë degresion për me dalë më kthye dhe herë të diaspora, ajo ideja në LDK-s që mos me i përqa ka qenë ide e mirë. Po kur u bë politikisht do të thuj që ka dol problem diku. Po kur u bë material i cili t'i bjen 100.000 vota ose 80.000 vota për diasporës, atëherë u bë problem, u bë gabim mos me u marr me 80.000 vota, potencialet 80.000 votave direkte. Mos flasim pastaj edhe për votën indirekte, sepse ata kanë familje. E telefonojnë familjen, kërkojnë për familjes me solidaritet politik me përkrahje një parti të caktuar. Pra, impakti u bë shumë i madh dhe si rezultati i këtij impakti ne u detyruam të rikthehemi dhe mendoj që rikthimi ka mobilizim dhe rujtje të lidhjeve, ka anën pozitive, po anën negative ka përçamjen dhe ata e përjetojnë pak më shumë emocionalisht për shkak të distancës, deri në përçamje dhe urrëtie mes njëri tjetrit. Dhe kjo është e paarsyeshme, pa logjikshme. Faleminderit Beni. Faleminderit, është e kënaqësi. Besoj që tash kemi me të po pak më shpesh, ose fushata zgjuar. Patjetër shihemi edhe. Besoj që e ke mbyll këtë heshtjen politike gati një vjeçare. Ka qenë heshtje në mënyrë që më dhonë edhe tjerëve mundësinë që erdhen në politikë dhe të shprehin të shohim se sa po ofrojnë politikë. Por gjithsesi tash është një garë për të thënë.